jemi në transmetim të drejtë për drejtë të nderuar shikues të radhë me rubrikën Opinion. Në studio me ne është Andi Bushati, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se erdhët. Një dalje tjetër e Ilir Metës në një tjetër intervistë ka risjell edhe një herë gjithë ato aluzionet për koalicionin dhe për çështje të tjera, sidomos për përplasjet e ditëve të fundit Prokuroria e Përgjithshme e Ambasada e Shteteve të Bashkuara. Si e pat, së pari për ato që po ndodh brenda koalicionit, të konfirmohen ato që hipotezat që janë ngritur deri më sot nga ju dhe komentues të tjerë? Është e vështirë të mbash një qëndrim të saktë kur shef çfarë thot Ilir Meta dhe kur shet çfarë thon varësit e tij në LSI, sepse po dëgjosh një pjesë të grupimit në LSI që nga ministri i shkarkuar Manjani deri tek Petrit Vasili, deri tek Luan Rama apo Lefter Koka, të duket sikur në një pamje të parë kemi një sulm frontal të qeverisë. Po duket po ta themi me figuracion sikur Meta lëshon ushtarët e tij të hedhin zjarr dhe pastaj vjen mbrapa si zjarfikës. Dhe ne kemi vështirë në këtë situatë të kuptojmë se kush është linja reale e LSI-s. A kemi një linjë të LSI-s që përkon gati me linjën e PD-s dhe të opozitës zyrtare, pra ajo që u përfaqësua nga Manjani, nga Koka, nga deputeti Tavo, apo kemi linjën me qetësi dhe dashuri të Ilir Metës që duket sikur ka disa kontradikta të vogla, por koalicioni funksionon mirë. Prandaj unë edhe herë tjera kam thënë që duket sikur kemi dy LSI, një LSI të kryetarit që mendon ndryshe dhe një LSI të ushtarëve të kryetarit që janë më radikal, më të ashpër, më kritik. Kemi një qëndrim të vetëm. Nuk kemi një qëndrim të vetëm dhe duket sikur Meta përpiqet, sepse t'jemi të qartë, askush nga pjesëtarët e tjerë të LSI-s nuk flet pa bekimin e Metës, sepse për ndryshe nuk kuptohet si në 4-5 ditë kemi skalionet tëra që sulmojnë dhe pastaj Meta sikur do ta vë rolin në të një presidenti, në thojnë zambi palët që ul gjaqet, që flet për... Çfarë synon kjo taktikë, është e përsëritur apo mbetet akoma e pa deshifrueshme? Është e vështirë për ta dekriptuar, po unë mendoj që është më tepër një lloj shantazhesh brenda koalicionit ose që Rama i bën Metës apo Meta Ramës. Pra, ata provojnë ndërkur mund ta çojnë kufirin apo ndërku mund ta testojnë njëri tjetrin. Dhe në fakt kjo është loja e tyre e brendshme, po ta shohësh si publik, si qytetar, që në fundit ti pret rezultatet e kësaj qeverie, apo pret të mirat që ajo mund ta krijojë ty, kjo është një lojë që zerrohet, ose siç e quajnë në Francë një politikë për politikanët, jo një politikë për qytetarët që jep produkte dhe jep rezultate. Nga ana tjetër kemi dhe qëndrimin e zotit Rama. Ju si e gjykoni këtë? Qëndrimi, pavarësisht se unë jam shumë kritik me Ramën, qëndrimi i Ramës në këtë situatë duket më koherent. Pse them që duket më koherent? Sepse Rama, ndryshe nga sa mendojnë një pjesë e madhe e shqiptarëve, nuk thot që qeveria e tij ka korrupsion. Mbyll syt dhe nuk thot që vendi është mbytur në hashash dhe në drogë. Nuk thot që koncesionet janë një problem. Nuk ka frikë ose nuk e pranon që policia është një rrezik për zgjedhjet. Pra, Rama thot që ne po jetojmë në një vend jo ideal, po të fantastik dhe të shkëlqyer. Dhe është në drejtën e tij që ti thot antarëve tjerë kabinetit, ajo që ju thoni nuk përputhet me ato që them unë dhe me ndetjen në të njëjtën vark apo në të njëjtin koalicion. Pra, pavarësisht se për mua Rama e ka gabim me qëndrimet e tij, Rama është koherent. Këtu mungesë koherence ka LSI-ja, që nga njëra anë është një vark me Ramën, vazhdon të mbaj me votat e saj Edi Ramën në qeveri, vazhdon të mbështes këtë qeveri, dhe nga ana tjetër çfarë na thot? Është një qeveri që kjo me anë të policisë rreziko ka zgjedhjet, rrezikon jetën tonë me anë të hashashit, rrezikon jetën tonë me anë të banditëve, nuk bën mbledhje qeverie në mënyrë kushtetuese, po ministrat firmosin duke ikur nëpër aeroporte. Pra,
në qoftë se LSI-ja mendon gjithë këto, nuk ka kuptim të qëndroj më në këtë varg. Prandaj shoh një kontradikt dhe një mos shpjegueshmëri në qëndrimet e LSI-s. Dalet e fundit zotit Meta janë parë më shumë vëmendje gjithashtu edhe për shkak të përplasjes mes kryeprokurorit dhe ambasadorit Lu. Si u është dukur pozicionimi i Metës? Pas marrjes së një letre nga Llalla, pas një takimi me Llallën. Ilir Meta në pamje të parë është munduar të jetë legalist. Pra një njeri që zbaton ligjshmërinë, nuk krijon eksese, thotë që ju mos e kritikoni Llallën se s'ka bërë asgjë më tepër se sa ligji. Unë mendoj që Ilir Meta bashkë me PD-n dhe bashkë me pjesë prokurorisë, ku përfshihet dhe kryeprokurori Llalla, është një pjesë që nuk e kanë për zemër reformën në drejtësi. Nuk kanë aq më tepër për zemër reformën në drejtësi të artuar apo të mbështetur nga dyshja Lu Vllautin. Nuk e kanë ose ndihen të rrezikuar nga projekti Lu Vllautin Amerikë para Trump dhe Bashkimi Evropian që duhet të aplikohet në Shqipëri. Por duke qenë dhe pavarësisht se sipas mendimit tim, ata janë kundër kësaj reforme, pyetja që unë kam shtruar dhe më ka shqetësuar është gjithmonë. A duhet t'i luftojmë kundërshtarët tanë edhe kur e kanë gabim, me armë që mund të duken të pa drejta, të pa denja dhe jo morale? Dhe kur shtroj këtë pyetje, e kam kryesisht për ambasadorin Lu. A mund të duket normale për çdo shqiptar, pavarësisht se ne mund të bërtasim gjithë ditën që gjyqtarët tanë janë të korruptuar, prokurorët tanë janë të korruptuar, po a mund duket normale që pak ditë ose një javë ose 10 ditë para se të fillojë procesi i vettingut, ambasada amerikane të organizojë një heqje masive vizash për këta gjyqtarë. Pse është kjo? Çfarë tregoi kjo? Kjo tregoi për mua jo se gruaja e Llallës ka shkelur ligjin dhe ka lindur në Amerikë, por se Llalla duhet ta marrë këtë vull në pasaportën e tij si kundërshtar i reformës në drejtësi. Pra, a mund të përdoret politika e vizave për të ndërhyrë tek reforma? Kjo është pyetje që shtroj unë dhe prandaj nga kjo derivon një pyetje tjetër. A mundet që me këto metoda ne të bëjmë drejtësi? Pra, a mundet që me rrugë të tërthorta, me goditje në mbrez, ne të kemi një drejtësi të kulluar? Shqipëria e ka kaluar këtë debat edhe në fillim të viteve 90. Atëherë ishte PD-ja në pushtet, nuk quhej reformë në drejtësi, po në thelb që një reformë drejtësi dhe që tha, ne do spastrojmë gjithë gjyqtarët, gjithë hetuesit e komunizmit, kriminal të cilët mbajnë krimet e 50 viteve pushtet në Kuriz, dhe u shpikën gjykatësit e plepave, që u bën gjykatës me 6 muaj kurse. Prandaj unë shtroj pyetjen, a mundet të kemi një drejtësi të barabartë dhe të drejtë duke përdorur rrugë të tërthorta, rrugë për të cilat ne nuk jemi të bindur që na çojnë në fund të tunelit. Pra, edhe njëherë për ta përmbledhur, duke thënë dhe duke i parë pa ekivoke Metën, Llallën, qoftë dhe opozitën, si kundërshtar të kësaj reforme në drejtësi, unë them se ata nuk duhen luftuar me të njëjtat rrugë që ata përdorin për të mbajtur fort pas sistemit aktual të drejtësisë. E qartë. Ndërkohë, përballë gjithse situate kryesisht në kampin mazhoritar, kemi një opozitë e cila po luan tashmë me kartën edhe të protestave, përveç të tjerave. 18 shkurti është shpallur, po reklamohet për ditë si dita e një proteste të madhe. Çfarë pritet nga kjo protestë? Unë them se nuk pritet në një gjë e madhe. Unë them që nuk pritet në një gjë e madhe sepse për çfarë do e bëj këtë protest opozita? Për të arritur votimin elektronik. Po mendoni se votimi elektronik mundet që të rregullojë gjithë problemet e Shqipërisë? Mendoni se kur ne arrim të korruptojmë gjithë atë armat të madhe zgjedhësish, apo atë armat të madhe komisionerësh, ne nuk mundet të gjejmë trukun një makine? Pra, nëse kemi një vullnet
për të zhbërë vullnetin e zgjedhësve, makina nuk është garanci, nuk mundet makina ta pengojë këtë. Nga ana tjetër, për çfarë vlen kjo protestë? Për të diskredituar qeverinë, po nuk mendoni se ata që kanë pasur për të diskredituar qeveria në sytë e tyre në këto 3 vjet e kanë arritur qëllimin? Pra unë mendoj që protesta e PD-s është më shumë një lëvizje për të radikalizuar situatën përpara zgjedhjeve, për të tensionuar situatën në vend, por është një lëvizje që nuk e sheh fundin e tunelit. Unë gjendjen e zgjedhjeve shoh shumë më keq. Për shembull, po them faktin më të thjesht ose më të prekshëm, ose që ne e kemi dhe më të prekshëm për shkak të profesionit tonë. A mund hyet në zgjedhje nga një opozit me media që janë totalisht kapura nga qeveria? Sot pothuajse nuk kemi asnjë media që nuk bën politikat qeveritare, flas për mediat e mëdha këtu. Atëherë në zgjedhje të tilla hyn Erdogani dhe Vladimir Putini. Në një vend si Shqipëria do ishte shumë e vështirë. Prandaj unë them që opozita për defektet e saj dhe për defektet sistemit duhet shohë patjetër edhe mundësinë e hyrjes apo jo në zgjedhje si një zgjidhje të saj politike. Kjo është thënë shumë kjo tezë. Në këtë studio ka thënë Dashamir Shehi, Mark Marku, gjithashtu. Po çfarë sjell kjo? Ku do ta çojë kjo opozitën? Në rast se opozita vendos që nuk hyn në zgjedhje pa garanci të plota për zgjedhje të lira. Mua nuk më intereson shumë se ku do të çojë kjo opozitën. Sepse vetëm në Shqipëri edhe ne që komentojmë, që bëjmë pyetje, që flasim për analiza, kemi hallin çdo i ndodh Ramës apo Bashës, çdo i ndodh PD-s apo PS-s. Unë them çdo i ndodh shqiptarëve. Dhe ne kemi një problem që Edi Rama, duke drejtuar vendin në një mënyrë autoritare dhe të korruptuar, ka sot një alibi të madhe. Në fundit thot, unë dal në zgjedhje me PD-n, mund PD-n dhe këtu demokracia është perfekte, gara zhvillohet dhe gjërat shkojnë përpara si në çdo vend normal. E në fakt ne nuk jemi një vend normal. Dhe për të treguar se sa vend normal jemi, këtë e ka në dorë opozita. Jo duke bërë alibin e një opozite humbse para të cilës Rama dhe rilindja delfitus, por ndoshta duke u tërhequr dhe duke lënë Ramën dhe rilindjen jo përballë PD-s, po përballë shqiptarëve. Protesta 18 shkurtit është paralajmëruar se do të jetë e ngjashme me atë të Rumanisë. Ju si e shihni? Mendoj që situata nuk është e njëjtë. Mendoj që situata nuk është e njëjtë sepse e pare punës në Rumani kishte më shumë një revolt ndaj arbitraritetit të pushtetit. Një revolt ndaj arbitraritetit të pushtetit i cili donte të nxirrte ligje për të mbrojtur vetveten nga pushteti gjyqësor dhe nga prokuroria. Këtu më duket sikur jemi në një pozicion të kundërt, më duket sikur jemi në pozicion të kundërt se ajo që do të mbrojë sistemin aktual drejtësisë është më shumë opozita sesa pushteti, rilindja, Rama që e sulmojnë. E dyta, po të shohësh gjuhën e kryetarit parlamentit rumanisë, që është njëkohësisht edhe shefi i partisë në pushtet, ai përdor një gjuhë pak a shumë si PD-ja, antisorosiane, që janë qarqet lidhura me Sorosin, të cilët po organizojnë këtë në dëm të interesave kombëtare të Rumanisë. Prandaj e kam të vështirë të vë një shenjë barazimi midis një proteste opozitare në Tiranë dhe të asaj që po ndodh në Rumani. Nga ana tjetër do të rikthehesh asaj vajtës apo jo në zgjedhje, në rrjetet sociale ka filluar edhe një herë thirrja e një pjesë të njerëzve, siç ndodh gjithmonë përpara zgjedhjeve, një pjesë e elektoratit që bën thirrje të bojkotohen zgjedhjet si shenjë proteste qytetare, si dhënje shenje që nuk jemi dakord me këtë që po ndodh këtu. Si e gjykoni këtë? Jemi edhe në një moment ku pjesa gri e elektoratit ka tashmë 2-3 alternativa të shtuara. Ka 2-3 alternativa dhe unë po të isha
unë për vete personalisht nuk votoj që prej vitit 2000, pikrisht prej kësaj gjëje se kam një lloj neverie ndaj kësaj klase politike dhe jo neverie, po e shoh se rotacioni pushtetit nuk sjell faktikisht ndryshim. Do me thënë, këtu ndrohet pushteti, hikën Fatosnano dhe vjen Berisha në karige, pastaj vjen Berisha dhe kthehet Edi Rama, por janë të njëjtët biznesmen të mëdhej që komandojnë, janë paka shumë të njëjtit njerëz që marrin param publike, tenderat, koncesionet, pra me gjithë se duket si kur zgjedhjet bëjnë rotacion, për qytetarin e thjesht nuk ndodh asgjë. Aq më keq, jo vetëm nuk ndodh asgjë, por pabarazit në vend rriten, të varfrit bëhen gjithmonë më të varfër dhe të pasurit bëhen gjithmonë më të pasur, dhe prandaj majtistët e majt 68 kishin një shprehje kur protestonin në rrugë, thoshin që zgjedhjet janë një kurth për budallëjt. Pse? Sepse ti duket sikur ke gjë në dorë, po ti shkon dhe voton dhe në fakt nuk ndron asgjë. Kjo po ndodh sot në Shqipëri. Prandaj unë them që kjo të ndryshojë, o duhet një bojkotim masiv, pra për t'i treguar se pavarësisht nga loja që bën ju me njëri tjetrin, ne asnjëri nuk jemi me ju. Pra i duhet jetë masiv, për ndryshe nuk ose dyta, padyshim, po masiviteti arrihet shkallë. Ose dyta, duhet që të paktën votat shkoj te partit e paprovuara deri më sot. Ne kemi në skem partinë e Bojaxhiut, kemi në skem partinë e Blushit, fundit do ishte një përpjekje sado e vogël, sado minimale për ta thyer sistemin ose për ta hapur lojën, sepse duke votuar për partitë e vjetra, ne kemi provuar që kemi gjithmonë në fund të njëjtin rezultat. Deputati, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit që ishit në. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët, shkojmë në një hapësirë publicitare. Na ndiqni pas pak.